Për 3 vjet me radhë të ardhurat e sadakas, vitrave, zeqatit, antarësisë dhe qërave të objekteve të Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Prishtinë, dyshohet e janë keq përdorur. Nga viti 2020 deri më 2022, parate BIK dyshohet të jenë tërhequr nga arka cash pa mbulesë e përmes llogarive bankare të kenë shkuar në llogari të ndryshme, herë me përshkrim të arsyes e herë pa të. Personi që po i drejtohet gishtit i ketë përvetësuar qindra mijë euro Bari Regja, ish arkatari i Bashkisë Islame për Prishtinë. Unë jam Bari Regja, aktualisht jam i angazhuar profesor në Universitetin Fehmi Agani në Qakovë. Çfarë lëndë japni në këtë universitet dhe në cilën degë? Shkenca sociale, politikat ekonomike. Regja që tash i mëson studentët për politikat ekonomike, fillimisht dyshohen nga BIK t'i ketë përvetësuar hiq më pak se 260.000 euro. Zanafilla e këtij hetimi të brendshëm pretendohet të ketë filluar kur Regja i kishte thënë kryetarit të Këshillit të BIK në Prishtinë Hetem Sopjani se nuk ka buxhet për t'i paguar punëtorët. Ishte thënë kryetarit që nuk ka para për pagesën e punëtorëve. Edhe kjo kishte qenë shqetësuese për kryetarin, duke qenë se kjo kishte krijuar një besim jashtëzakonisht tek personi dhe më pastaj i njëjti pra arkatari thotë që jo i kam siguruar parat. Dhe këtë fillon dyshimi se si ka ndodhur kjo çështje.